Lulzim Basha nuk është i vetmi që nuk bie dakord me Federica Mogherinin, kur ajo thotë se bojkoti i reformës në drejtësi vonon integrimin, duke bërë në këtë mënyrë përgjegjëse Partinë Demokratike. Senatori italian i Qendrës së Djathtë, Mario Mauri, kritikon qëndrimin që përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian mbajti në Tiranë pak ditë më parë. Che coloro che rappresentano le istituzioni europee. Dua të kujtoj se ata që përfaqësojnë institucionet europiane e kanë për detyrë të jenë të paanshëm dhe për detyrë që të shohin me vëmendjen e duhur problemet e brendshme të një vendi, që populli të ndihet i respektuar. Pikërisht për këtë, mendoj që nuk është opozita që po bllokon institucionet, parlamentin dhe procesin e integrimit, por është qeveria që po rrezikon të bojkotojë demokracinë. Opozita ka zbritur në shesh dhe kërkon që zgjedhjet të realizohen vetëm përmes një qeverie teknike, por a krijohet në këtë mënyrë një precedent i rrezikshëm që çdo opozitë që do vi të ketë një kërkesë të tillë? Non è un precedente pericoloso. Nuk është precedent i rrezikshëm në rastin kur vendi është dukshëm në gjendje të jashtëzakonshme. Fakti që kemi të bëjmë me një situatë të tillë e konfirmon qëndrimin në pushtet i atyre personave që janë të lidhur me krimin. Është detyrë e shoqërisë që të zgjidhë këtë situatë dhe detyrë e institucioneve që të mos lejojnë që në zgjedhje të futen financime të dyshimta që mund të ndihmojnë njërin apo tjetrën palë. Qëndrimin e tij se kush po e bllokon integrimin, senatori italian ja tha edhe virtualisht zonjës Mogherini, kur i bëri tag në një tweet në rrjetet sociale.